Dituria dhe zbatimi i saj në jetën tonë. Thënia e dhënë nga Imam Aliu thekson rëndësinë jo vetëm marrjes së diturisë, por edhe zbatimit të saj në jetën tonë. Imam Aliu na këshillon që jo vetëm të kërkojmë dituri, por edhe të meditojmë thellë mbi kuptimet e saj, pasi kjo do të na ndihmojë ta përvetësojmë atë dhe të lejojmë që ajo të rrënjoset fort në zemrat tona. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në mënyrë të përsëritur thekson rëndësinë e diturisë dhe zbatimin e saj në praktik në ajete të shumta. Në surën Zumer, ajeti 9, Allahu thot: "Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, vetëm ata që kujtojnë marrin mësime." Ky ajet nxjerr në pa dallimin ndërmjet atyre që posedojnë dituri dhe atyre që nuk e kanë. Ajo thekson se të kuptuarit dhe kujtimi i vërtet mund të arrihet vetëm nëpërmjet diturisë. Në surën Ali Imran, ajeti 190-191, Allahu thot: "Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës dhe të ditës, ka argumente për ata që kanë mend, ata që e përmendin Zotin në këmbë dhe ulur, ose të shtrirë në anët e tyre, dhe meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës. Ti nuk e ke krijuar këtë gjë kot, na ruaj nga dënimi i zjarrit." Këto ajete nxjerrin në pahë rëndësinë e përsjatjes dhe mendimit mbi shenjat e krijimit të Allahut. Na inkurajojnë të meditojmë mbi mrekullitë e universit dhe të njohim qëllimin që qëndron pas ekzistencës sonë. Zbatimi praktik i diturisë theksohet edhe në surën Asr, ku Allahu thot: "Pasha kohën, me të vërtetë, njerëzit janë në humbje, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, e këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe që këshilluan njëri tjetrin për durim." Këto ajete na kujtojnë se suksesi i vërtet qëndron në kombinimin e besimit me veprimet e drejta dhe në inkurajimin e njëri tjetrit drejt së vërtetës dhe durimit. Kjo nxjerr në pa rëndësinë jo vetëm marrjes së njohurive, por edhe veprimit sipas saj dhe këshillimit të tjerëve që të bëjnë të njëjtën gjë. Thënia e Imam Aliut shërben si një udhërrëfyes praktik për myslimanët, na kujton se dituria nuk është thjesht një kërkim intelektual, por një forcë transformuese që duhet të formosojë veprimet dhe qëndrimet tona. Duke vepruar sipas njohurive, ne mund të sjellim ndryshime pozitive në veten dhe shoqërinë. Për më tepër, soditja e thellë dhe mendimi mbi kuptimet e diturisë na mundëson të fitojmë një kuptim dhe vlerësim më të thellë të urtësisë së saj. Pasojat e zbatimit të kësaj thënie janë të thella. Kur veprojmë sipas diturisë, ne bëhemi individ që jo vetëm zotërojmë njohuri, por edhe mishërojmë mësimet e saj. Veprimet tona bëhen një pasqyrim i besimit ton dhe ne bëhemi burim udhëzimi dhe frymëzimi për të tjerët. Për më tepër, kur meditojmë thellë mbi kuptimet e diturisë, zemrat tona bëhen pranuese ndaj urtësisë së saj dhe ajo rrënjos fort brenda nesh. Kjo çon në një transformim të karakterit, pasi mendimet, synimet dhe veprimet tona përputhen me mësimet e Islamit. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë jo vetëm marrjes së diturisë, por edhe zbatimit të saj në jetën tonë. Na inkurajon të veprojmë sipas njohurive dhe të meditojmë thellë mbi kuptimet e saj. Duke vepruar kështu, ne mund ta përvetësojmë njohurinë dhe ta lejojmë atë të formosojë mendimet, synimet dhe veprimet tona. Kjo thënie përputhet me mësimet e Kuranit, të cilat vazhdimisht theksojnë rëndësinë e diturisë dhe zbatimin e saj në praktik. Si mysliman, është detyrë për ne që të kërkojmë dituri, të veprojmë sipas saj dhe të mendojmë mbi kuptimet e saj të thella në mënyrë që të përfitojmë vërtet prej saj. Allahu na dhën të aftësinë për të fituar dituri, për të vepruar sipas saj dhe për të udhëhequr nga urtësia e saj.